Dasma shqiptare 2017 paraqet. Unë jam një burr 47 vjeç, e në këtë moshën time që jam unë, nuk i thuhet jo këtyre rasteve, sepse njëherë vjen vera nga dera. Para disa vitesh kisha një lidhje të qëndrueshme me një grua që ishte pothuajse në moshën time. Ajo ishte 45 vjeçe, e ishte një grua e mirë, punëtore, shumë e rregullt me jetën e saj dhe kishim një marrëdhënie goxha të qetë. Kaluam shumë kohë bashk dhe unë shkoja shpesh në shtëpinë e saj. Por ajo kishte një pikë të dobët, vajzën e saj. E vajza e saj ishte 23 vjeçe. Për shkak se e dashura ime e kishte rritur e vetme me shumë sakrifica, e kishte llastuar jashtëmase. Vajza ishte shumë e lasdruar. Kishte gjithçka që i donte zemra dhe nuk kishte nevojë të lodhej për asgjë. E kur shkoja unë në shtëpinë e tyre, e shihja se si i fliste mamasë së saj, gjithmonë me teka, duke kërkuar para për rrobat e reja apo për të dalë me shoqërinë. Unë nuk ndërhyja kurrë. Nuk ishte puna ime të edukoja vajzën e tjetrës, e sidomos një vajzë të rritur 23 vjeçe. Gjëja që më bënte me shumë përshtypje ishte rrethi i saj shoqëror. Ajo kishte shumë shok dhe shoqe, por gjithmonë rrethohej nga djem që bënin zhurmë. Ishin djem që kishin makinat e shtrenjta që xhironin gomat dhe frenonin tek dera e pallatit vetëm për të rënë në sy. Vajzat e dashurës time e pëlqente shumë këtë lloj jete. E një pasdite, unë isha duke u kthyer nga puna dhe ndalova makinën në një semafor afër qendrës. Aty rastisi që pash vajzën e të dashurës sime. Ajo ishte mbështetur tek një makinë zezë luksoze dhe po puthej hapur me një djalë të gjatë. E pash, por nuk fola. Unë nisa sapo u hap drita jeshile dhe vazhdova rrugën time. Por kjo nuk ishte e gjitha. Vetëm 3 ditë më vonë isha ulur në një lokal për të pirë një kafe me një mikun tim. E nga xhami i lokalit pash sërish vajzën. Këtë herë ajo doli nga një makinë sportive e bardhë dhe përsëri e pash duke u puthur me djalin që ishte në timon, një djalë krejt tjetër nga ai i pari. E kuptova menjëherë se sa e lasdruar ishte. Ajo thjesht po kalonte kohen, po shijonte xhirot me makinat e shtrenjta dhe po bënte çfarë të donte. Sigurisht, unë akoma mbaja gojen mbyllur, e asnjëherë nuk i thashte dashurës sime asnjë fjalë për këto gjëra. S'doja të prishja harmoninë në shtëpinë e tyre. Lidhja ime me nënën e saj zgjati edhe disa kohë, por pas një viti gjërat filluan të ftoheshin. Nuk patëm ndonjë sherr të madh apo ndonjë tradhti. Thjesht rutina, lodhja dhe fakti që kishim mendime të ndryshme për të ardhmen bëm që të largoheshim. Ulem një ditë e folëm shtruar dhe vendosëm të ndaheshim pa krijuar drama. Ajo vazhdoi jetën e saj, ndërsa unë u ktheva në jetën time si beqar. Të dyja ata nuk i kam parë dhe s'kam dëgjuar për ta për një kohë shumë të gjatë, ndoshta kaluan disa muaj. Unë po bëja një jetë shumë të qetë. Një ditë fundjavë dola për të blerë disa qëra në një qendër tregtare. Po esja nëpër korridoret e dyqaneve kur dëgjova dike të më thërriste në emër. U ktheva dhe ishte vajza e ishte dashurës ime. Ajo ishte vetëm. Fytyra e saj ishte e qeshur dhe dukej pak më e pjekur se sa e mbaja mend. U përshëndetëm normalisht,
me pyeti si isha, çfarë po bëja me jetën time, e unë i tregoja shkurt. Ajo e dinte shumë mirë që unë dhe nëna saj ishim ndarë miqësisht, kështu që nuk kishte asnjë lloj sikleti mes nesh. Gjatë bisedës sonë të shkurtër, vura re që ajo me fliste me ndryshe tani, e nuk ishte me ajo vajza që mezi me përshëndeste kur shkoja në shtëpinë e saj. Tani po bënte shaka dhe po me pyeste me shumë interes, e duke qenë se unë isha i lirë dhe nuk isha më njerku i saj, dhe ajo sillej kaq hapur, vendosa t'ja kërkoja numrin e telefonit. Nuk kisha çfarë të humbja, e ajo nuk hezitoi fare. Më dha numrin me një herë dhe më tha që t'i shkruaj kur të kisha kohë. Nuk prita shumë kohë. Të nesërmën e darkë i dërgova një mesazh të thjeshtë për ta pyetur se si i kishte shkuar dita, e ajo ma ktheu fiks pas disa sekondash. Nga ai moment filluam të shkruanim çdo ditë. Nga një herë më shkonte mendja se mos ishte nëna asaj që më fliste, por jo. Ne flisnim për gjërat e përditshme, për punën time e për ditët e saja, e unë fillova të isha më i lirshëm me te. Fillova t'i bëja komplimente. I thosha që ishte rregulluar shumë bukur atë ditë që u pam, apo që i kishte hije ajo mënyrët e folurit dhe i thoja që në ke mbushur shumë mirë. I kishte shtuar ca kile, por që i rinin shumë mirë, e sidomos ajo i priste komplimentet e mia me shumë qef, e nuk u tërhoq asnjëherë, derisa një mbrëmje biseda jon mori një drejtim krejt tjetër. Unë sapo i kisha dërguar një mesazh tjetër ku po i thoja që po humbte kohën kot me ato djemtë e papjekur ashtu siç bënte dikur. Ajo e lexoi dhe ma ktheu një mesazh që nuk e prisja. Do kisha dashur shumë që këto komplimente dhe këto fjalë që po mi thua të mi bëje live, e jo kështu përmes telefonit, me shkruajti ajo. Gjithnjë unë duke menduar se mund të ishte edhe nëna asaj që më shkruante. Por çfarë të humbisja? E pash ekranin dhe nuk u mundova gjatë. Kur të duash ti, i shkruajta unë. E ajo nuk venoi e më tha, eja tani me një herë, jam vetëm në shtëpi. Me dërgoj adresën tjetër, pasi që nuk jetonte me nënën e saj. Ajo kishte dalë në një apartament tjetër me qira. Unë ngrita nga vendi, mora çelësat e makines dhe u nisa. Rruga ishte zbrazët dhe arrita shumë shpejt tek pallati i saj. Gjeta apartamentin dhe i razhiles, e dera u hap. Ajo ishte veshur shumë ngosht dhe shumë shkort, me rroba shtëpie. Buzëqesh i lehtë kur me pate dera, e me ftoi të hyja brenda. Shtëpia ishte më e mirë se çajo që e kishte pasur. U futem direkt në dhomën e ndenjes dhe unë ula në njërin nga koltuket, e ajo ul përballë meje që të bisedonim. Por biseda nisi tamam aty ku kishim lënë telefon. Unë fillova ta ngasmoja për mesazhet, i thash që në telefon ishte shumë e guximshme, por tani që ishim përballë, i thash po me dukej më e heshtur. Ajo qeshi dhe me tha që unë thjesht po mendohesha shumë. Flisnim lirshëm dhe hapur, e i përmenda djemt me makinat e shtrenjta që e kisha parë vite me parë, e ajo nuk i mohoj asnjërin. Me tha që atëherë ishte e lasdruar dhe kërkonte thjesht vëmendje, por tani gjërat ishin ndryshe. Bënte shumë vap në atë dhomë, e unë isha një burr i rritur e nuk e dija saktësisht se çfarë po bënim të dy. E biseda u bë edhe më e ngushtë, e shakat tashmë u bën më të drejtë për drejta. E dija që nga biseda nuk do nxirrja asgjë, por dola përpara saj dhe ju ofrova, e unë dala fiks përpara vendit ku ajo ishte ulur. Ajo qëndronte ulur, ndërsa unë pothuajse ngjitur me te
por qëndroje në këmbë, ndërsa ajo deshi, por nuk e lejova unë. Tashmë ajo nuk lëvizi. Unë ngrit në këmbë edhe ajo, sepse dija që unë nuk doja, dhe po qëndronte edhe ajo përballë meje. E mora më pranë vetes, e kapa lehtë nga beli dhe fillova ta puthja një herë në fillim direkt në buzë. Me hodhi krahet në qafë dhe ja ktheu puthjen me po aq dëshirë. Qëndruam ashtu në mes të dhomes, duke u puthur e duke u shtrënguar me njëri tjetrin. E pasi që u puthem disa kohë, atëherë erdhi momenti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.